humbja në luftën e Mateqit sërish e kishte shtyrë armikun që t'i kthesë Slupçarit me tërë maqinerin ushtarake dhe njësi të shumta forcash nga tërë Maqedonia, me një qëllim të vetëm, ta marrë në kontroll bastionin UÇK-s. Aty ishte vendosur edhe komanda qendrore dhe shtabi i përgjithshëm bashkë me logjistikën dhe shërbimin mjekësor urgjent. Që në mëngjesin e hershëm të 8 qershorit, forcat ushtarake maqedonase kishin filluar të ngjitën Kodrës prej vendit të quajtur Udha e Qerrës, drejt Belibregut, për të ngjitur në pozicionin më strategjik të vendit, Ara Hasarit, nga ku do t'i afroheshin në distancë 150 metra pozicioneve të UÇK-s në Kodrën e Hisarit të Madh. Me eliminimin eventual të atyre pozicioneve, do t'i hapi rruga për të futur brenda në fshat nga pjesa lindore e fshatit. Gjatë orës 2 të mëngjesit, Hoxha e kishte dëgjuar zhurmën e mjeteve motorike dhe pa të lajmëruar në radiolidhje togun ton që ishte i vendosur te plepi i egër, që të kenë kujdes nga tanket që do të mund të ngjiteshin lart. Por, pasi që ata ishin në pjesën më të ulët të terrenit, nuk ishin arritur t'i dëgjonin dhe nuk kishin pasur mundësi që të ndërmarrin diçka. Atë mëngjes të hershëm kishte edhe gjuajtje të pozicioneve tona në të gjitha pikat nga helikopterët, për t'i orientuar bashkë luftëtarët tanë gjithandej, por me theks të veçantë, pozicionet e Hisarit të Madh. Pikërisht e gjithë kjo zhurmë dhe rrëbeshje e raketave dhe plumbave nga helikopterët kishte mundësuar që thjeshtësisht tankët në errësirën e natës të ngjiten deri lart dhe të pozicionohen aty. Me të gdhirë mëngjesi, menjëherë kishte filluar sulmityrën ndaj pozicioneve të UÇK-s. Është interesant fakti që UÇK-ja ishte një ushtri guerile dhe sipas kapaciteteve njerëzore, por edhe armatimit që posedonte, ishte e paimagjinueshme të zhvillojë një luftë frontale me një ushtri të rregull dhe të armatosur me artilleri të rëndë, raketa tok-tok, topa të kalibrave të ndryshëm deri te ato 150 mm, helikopter më modern të blerë nga Ukraina asaj kohe dhe numër të madh ushtarësh të rregull dhe rezervë. Ata menjëherë gjuajnë me tanke dhe mjete qera pozicionet në fjalë, duke lënë të vrarë dëshmorës Shefik Miftarin, Agim Zenunin dhe Saiz Sidiun. Forcat e UÇK-s, menjëherë nga situata e krijuar, kishin filluar të riorganizohen, duke u shkuar në ndihmë edhe përforcime të tjera dhe luftimet do të marrin flak atë ditë në të gjitha pozicionet. Qofshin ato në Kodrina, por edhe në vijën frontale përballë bunarit të Bejës. Luftimet të ashpërta dhe sulme me helikopter dhe tanke, ushtria sllav maqedonase po ndërmerrte edhe te pozicionet tona, të atyre në mes dhe te plepi i egër, por gjithashtu tentime për depërtim kishte edhe te pozicionet e kurisë së plak. Këtë ditë, në orët e paraditës, bie dëshmor edhe Shenasi Ibrahimi si pasojë e këtyre sulmeve. Qëndresa e tij me shokët e vet kishte qenë vërtet heroike në mbrojtje të pozicionit të asfaltit, ku distanca ndërmjet pikave tona dhe ushtrisë maqedonase lëvizte nga 600 deri në 150 metra, duke krijuar situata skajshmërisht të rrezikshme dhe me pasoja të rënda. Luftimet nuk po pushonin edhe në mbrëmje dhe gjuajtje me mina hedhës të rëndë pa ndërprerje po vazhdonin. Si pasojë këtyre luftimeve, vonë në mbrëmje bien edhe dy dëshmorë qerë, Elmi Kamberi dhe Nezir Demiri, atje lart te pishat ku ishin pozicionet tona nga bombardimet po digje mali, kështu që e kishte vështirësuar edhe tërhiqjen e kufomave të dëshmorëve të posaçëruar. Duke e parë situatën e posakrijuar dhe me rrezikshmëri të lartë, komanda qendrore kishte vendosur që ta formojë edhe një njësi për intervenim të shpejtë, duke marrë ushtar nga të gjitha toqet, nga 2 apo 3. Atë mbrëmje vonë erdhi doktori Mehidaver Rekën te ne për të kërkuar 2 luftëtarë. Ky njësit ishte vërtet i fortë dhe pas disa sulmeve gjatë ditës dhe natës, do të arrijë që brenda 3 ditëve t'i largojë prej aty edhe pse kishin qenë shumë të fortifikuar dhe të armatosur rënd.